Për zgjedhjet lokale që po zhvillohen sot në Kosovë, Prokuroria e Shtetit ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme për të siguruar që vota e qytetarëve të jetë lirë, duke mbrojtur kështu integritetin e procesit zgjedhor. Në një njoftim të fundit, Prokuroria njoftoi se janë angazhuar rreth 100 prokurorë dhe zyrtarë të tjerë të sistemit prokurial, të cilët janë të pranishëm në gjithë territorin e Republikës së Kosovës për të mbikëqyrur dhe reaguar në rastet e parregullsive gjatë ditës së zgjedhjeve. Ata po qëndrojnë në gatishmëri deri në përfundimin e plotë të procesit zgjedhor dhe të njëjtit janë të angazhuar për çdo situatë që mund të rrezikojë ditën e zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Ndërsa sa i përket situatës së sigurisë në nivel komunal, nga Sheremeteleza, zëdhënës në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë, është bërë ditur që deri më tani në komunën e Gjakovës procesi zgjedhor ka shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme sa i përket anës së sigurisë, pasi që nuk është raportuar asnjë incident nga qendrat e votimit ku janë të angazhuar pjesëtarët e policisë nga rajoni i Gjakovës.